Si mi besu, thët dikujt që ban rukje, ashtë hoxha magjistar, se jem në halë të madhë, na sugjerat dika. Me sugjeru nuk sugjeraj, nuk përmendi emra me thonë që koni të filani ose të fistiku, se duat la kjo letë mbetet në përgjithësinë se cëllit prej nesh ose prej jush. Ajo që këshillaj kështu në pikat shkurta të shpejta është që çdo person i cili e njeh populli, e njohin njerëzit, e din ku e ka shpinë, çka bën, e nifët që është hoxh e para, edhe mirët me rukje. Pastaj nuk t'jep hajmalia, pastaj nuk të kërkon emrat prindërve, tesha, të gjana. Kur që kanë atje të lexon Kur'an, nuk t'jep ose nuk ban në veprimi cili të shtin ty dyshime, po flasim për një fillestar, se një që është si duhet i dallon këto shumë lehtë të gjana. Pastaj pra do më thonë lexon Kur'an, që shi ka hije. Kemi edhe raste tjera kur dikush nuk ban magji, me tyma, me ku e diçka, me plume, me ato, me këta. Nuk ban magji, por është profiter. Pra, na kemi raste kur tjetri nuk është magjistar, lexon Kur'an, po thjesht e shfrytëzon këputë e kryje për interesat veta. Ati intereson veç parja. Në rast të tilla, themi, edhe këtyne duhet me u largu. Ata të cilët marrin shifrat mëdhaja, marramendse, të lyp në fillim të kushtzon 200, 300, 400, thot unë ti bi, ti qaj me ata, me këta, 3 shishe, 5 shishe, ujë, vaj, ulliri, ato këta, mjalt, thot, dush me miqu 400, 500 euro. Këta janë profitera. Më vjen keq atë që tham këta se mund të ketë njerëz që parimisht ndoshta mund më kanë edhe rukjegji të përkushtuar si punë, por si çmim. Nuk du të tham tash nëse ti e thirr atje në Gjermani edhe në Zvicër, ai ka me hyp autobusit ose aeroplanit ose kerët e me arë, ka me bë argjime, ka me bë. Ajo është mesele tjetër. Mirë, po ti je në njëjtin qytet, po jeton këtu bashkë me mua në njëjtin qytet. Po vjen 1 kilometër, 2 kilometër edhe mja marrë njeri 200, 300, 500 euro. Që ke ban ti nuk e shëran ata. Ti veç e bën një rukje, Allah është ai që e shëran, jep do këshilla. Ti shkoj me një standard të një mjeku të cili bën një kontroll, 30 euro, 20 euro, pa hajde 50, jo ato çmim.